Ministri i Punëve të Brendshme Panço Toshkovski paralajmëroi shpërsimin e politikave ndëshkuese për tregtimin dhe përdorimin e mjeteve piroteknike. Ai theksoi se edhe krahas fushatave të intensifikuara parandaluese, problemi është aty, posaçërisht në mjediset urbane. Duke folur për rastin tragjik të 2 vjeçarit i cili vdiq nga një plumb qorr, ministri nuk dha shumë detaje, por tha se hetimi po vazhdon. Hetimi po vazhdon. Ajo që është zyrtare deri tani është se bëhet fjalë për një plumb që është vërtetuar nga ana organeve kompetente. Nuk bëhet fjalë për plumb që direkt është drejtuar drejt fëmijës, por bëhet fjalë për një plumb qorr. Do t'i ndërmarrim të gjithë hapat me qëllim që të vërtetojmë autorin konkret. Ministri Toshkovski u shpreh se në njërin nga aksionet policore për sekuestrimin e pajisjeve piroteknike është vërtetuar përfshirja e një zyrtari policor, gjëgjësisht se ai ka lejuar hyrjen jo legale të mjeteve piroteknike në RMV. Duke folur për dëmet që mund të shkaktojnë mjetet piroteknike, drejtoresha e klinikës për kirurgji plastike Jasmina Gjorgjevska Pavlovska njoftoi se natën e vitit të ri janë lënduar 5 fëmijë dhe 2 të rritur. 20 pacienti bea 2 të lënduarit janë të moshës 50 dhe 58 vjeçare. Meshkuj, më i moshuari ka dashur të tregohet parambesës së tij duke hedhur petarde, që është papërgjegjshmëri nga ana e tij dhe janë amputuar majat e gishtave, ndërsa 50 vjeçari e ka marrë petarde nga fëmia që ai të mos lëndohet dhe ka eksploduar në dorën e të moshuarit. Ministri i Brendshëm Panço Toshkovski tha se në vitin 2025 u sekuestruan 252.000 copë mjete piroteknike dhe 37 persona u privuan nga liria, për të cilët u ngritën 37 kallëzime penale.